ka shku ka bo një akuz tek ata, si Ismet Tara, jo si kriminal, po kam bisedu me Ismet Tara në 2001, dhe Ismet Tara më ka të regu që ushtria Ismet Tarës ka bo krime në populatën civile sërbe. Ka vra fëmi, ka vra gra, kanë dhënuar, kanë djegur, kanë shkaturë, plus asaj në fund, edhe kafshi kanë djegur përmi ata, përmi jahup, a dënën mëse mujtë me gjithë. Tash, ajo ka qenë për mu qesharake. Më thënë, sikur se ti shkon kjo e vërteta, ju kur ajo ka qu këtë akuzë, ajo 2001 është taku me mu, jo Ismet Tara më mshel, po kretë ushtarët e brigadës Ismet Tarës, s'kishit prit as Hagan, as kërken, të kishin bo që të krime, se kishit prit ju as Hagan, as kërken, se shumë ushtarë janë mshel që i kanë maltretu diken, që ka shku je kalip një 1.000 euro, ushtarët janë marrë nga unë miku këvore edhe janë burgos, e jo se Ismet Tara ka të regu që e mbo këto krime dhe unë i kam thënë, ajo Ana Vanozi, se më kam thënë ata se është punëtore unë miku, s'mund tjetë, unë i kam thënë është najlavire Italis, dhe ka shku në lagje sërbëve atje, o knaq me shkije me këse, qka i kanë të regu ata, dhe që ta kanë shku, dhe se kam marrë parasysh atë deklaratën e saj, kam mëndu që është kur gja hiqë. Mirë po, aja është montim që janë është bërë UÇK-s. Ta e kam vërtetu pastaj që të njëjtën dokument e kanë përshkru, thuse e kanë përshkru që ta gjikatë së letus. Qaj dokument ka vlejt kryesisht, qaj dokument i Ana Vanozis. Kishë qenë për mu me m'akuzu, ata më kishin marrë me njëra dhe mu, 2001 kur ka të regu, kur ajo thët që Ismet Tarën ko bo takim. Ja kishë bo një inqizim, kishë pas një foto me Ismet Tarën, kishë marrë një inqizim me veti, me inqizu, edhe krejtë ushtrin e UÇK-s Ismet Tarës, 100 ushtarë që ka pas në atë ku, krejtë ishim shil. Po ajo ka qenë veç me kalu në përgjithësi të shtabit përgjithshëm. Që atëjarë unë nuk e kam dyshu. Unë kam mendu që kjo gjikat e Hagës, dhoma e specializuar në Hagë, gjikat e Kosovës, unë kam mendu që kjo ka me qenë gjikat që veç me imbulu që ta akuzet që kanë qenë dikt martit, që askush si ka besu edhe do të kryet. Mirë po nuk ishë ashtu, ato akuza janë bërë me qëllim qysh atër, po dhe tash në këtë tjetër dokument që është përshkruar, a është përshkruar nga ata intervistus, a nuk është përshkruar, po dokumenti është paraqitur, thuse ata e kanë shkruar në shkrimet e tynve, a janë bo falc, a janë bo tamam. Ama në kohën 72 orë që të mi, asë nuk janë përmend, asë nuk ka asë një fjallë lidhe me ato që bisedohet, po masi kam kryu, masi kam marrë që dhejët, në qofë se ata vetiu kanë përshkru, ato nuk e di masë asaj që se kanë përshkru dhe kanë nëshkru vetëm ata, pa në nëshkrim të amen, pa djenin time, pa folur hiq asë njerë që unë ato i kam thanë. Kur më është paraqit ditën e tretë punës së të katërtën me prokurorin, mas leximit të aty në intervisteve të mije, që unë i kam lexu, ato nuk ekzistojnë në ato interviste, unë i kam pas. Mi kam dhënë prej atje, krejt i kam lexu, 700 sa faq. Aty nuk ceket kur gja. Ama kur ma ka paraqit, edhe qëtë dokumentin, se zotritara, komandant Hoxha tha, ape alëshon si të, ata kalojnë, të shprit, jo s'pe kalojnë, të shprit të lexoj. O jo, të shkon në ajë dokument prap, edhe që ti unë ishja burgos. Të shkon që është i vërtet ajë dokumenti, edhe mu përgjegje edhe ata që sa më kanë burgos para 5 viteve. Se në njëtin dokument, si kur sa Ana Vanozi përshkruan që me Ismet Tarën, që ta intervistus të mi, që ta prokuror të mi, qaj prokurori gjikatë si e tu se të gjithë ata, e kanë përshkru ato, thu se me Ismet Tarën ka bisedu, si kur se Ana Vanozi që ka bisedu. Ma Ana Vanozi s'mun e dëshman që ka tërgu. A këta... Ata dhanë dokumenti se e posha që jam gjelit? Jo, nuk ma dhanë dokumentin, unë e karkova dokumentin, po e tërkova pak si but, ditën e parë, mendova që do të ma japin atë dokument. Edhe ma tha, në shkruje, tha, letë kalon në proces verbal. Thësh, jo, thësh, pa e ledzu, thësh, nuk e në shkruj. Kur fillova ishë dokumenti difaqës, Adri.
dy faqe dokument. Dokument në qoftë se me të vërtet e kanë përshkru ata investigues të mi, prokurori, gjykatë sjetuese edhe ata që kanë qenë të ty, në qoftë se ata e kanë nënshkru, ata kishë qenë dashtë me shku me u burgos, qysh i smetarën se kanë burgos me njerë, edhe në krejt ushtarët. Edhe në qoftë se tash këta e kanë nënshkru, do më thënë, vetë që kjo prokurori tash e reje, dhe që ta gjykatës aty, dhe që ta kishë qenë dashtë, pa tjerë më arrestu. Po si kanë arrestu kriminali. Edhe tash ismetara ka pranu. Tash edhe hajtë në shkruj edhe shefe. Kjo ka qenë dashtë veç me kalu, mua akuzu kreret u qekës. Që qëfar urli kanë pas komandantet matvegjel, njësiteve matvegjle, prej shtabit përgjithshëm. Po kure pash, unë e fillova të lexoj qka, një faqe kam lexu, sadri kam fillu me kajt. Kom kap tavolinën, veç e kanë majt kompjuterin, se edhe kompjuterin edhe këtë kam nisë me shajt, kur gjas kam bo show une, në mrenda në gjykat, sa probleme kam bë në përpunimin tim ditën e 4 me qëta 3 që kanë qenë prokurori edhe ata 2 femra dhe aja amerikani. E nisën, ka dale, se nuk është ajo, kur gjonë, nuk është kjo e vërtet. Thësh, jo, ka dale, thësh, nuk është e vërtet e Ana Vanozit, se su në dëshman me mu që është taku. Ajo le të që ka dënë. Ama këta gjykatës të mi, dhe prokurori që 72 orë, jam për para tynë me në kamerë, që se ata kanë thonë për mua tërë, kjo është e vërtet, kjo du të me kone vërtet, du të me arë dhe ta mu burgos, mas pare ata dhe mu me më burgos, mas në qëfësa është e vërtet. Në qëfëse ata nuk e ka në shkru, thësh, atëherë duhet më burgos ti, thësh, edhe krej që ta, që kemë në shku në safë, thësh, që po më pregatit një për këtë. Edhe, në atë bërtim, si për thësh, ajo e dzere fjetën e dytë, thësh, jo, këtë fjetën e dytë, thësh, duhet më malizu për këthise jeme, shqiptarët që isha ty. Thësh, pa në dëgju, thësh, unë nuk dalë për që tu e, nuk i nëshoj juve. Ma ka ledzuar ajo, gati që i njëti përshkrim, si kur si Ana Vanozis atër. I njëti gati përshkrim, po me në shkrimet të këtynve prokurorve dhe gjykatësve. Më thënë që ajo gjykatë nuk i ka interesu ushtarët e thjesht, nuk i ka interesu as komandantet ma të vegjel, po kryesisht edhe në vitin 2019, mas kryrës e 3 proceseve të mije, me 3 sërbë që janë vrane për dur të mije, gati që 70% të kohës për shtabin e përgjithshëm, kryesisht me Hashim Thaçin i kam pas problemet. Dhe se i kam thënë në fund, po unë si kam kryt mijet, si kam tërgu krejt ju, me Hashim Thaçin po mirë, thësh unë me Hashim Thaçin, për herë parë, kam dëgju për Hashim Thaçin, ku në kam përfasu në Rambuje.